Në Vlorë me sa duket mund të bësh biznes vetëm 40 ditë. Njësitë e biznesit në qytetin bregdetar, pavarësisht zhvillimeve që ka marrë ky qytet, sektori i turizmit, por edhe investimeve infrastrukturore, biznesi vjon të mbetet ende në krizë. Të gjitha bizneset në qytet, me përjashtime ndoshta fare të vogla, punojnë vetëm 40 ditët e bearit. Pas përfundimit të sezonit veror, në njësitë e biznesit në Vlorë, këndon cinxuri. Vlora në këtë drejtim nuk ka ndryshuar as pak nga realiteti shumë viteve më parë, pavarësisht hapave pozitiv në disa drejtime. Njësitë e biznesit vazhdojnë t'i gëzojnë vetëm sezonit veror. Për ta vërtetuar këtë fenomen, të mjafton sot të shohësh lungomarrjen e Vlorës, bizneset në pjesën më të frekuentuar, të populluar dhe krenarinë e qytetit përgjatë kësaj tenteje janë totalisht të boshatisura. Në hapësirat e njësive mungon gjëja më e rëndësishme, mungojnë klientët. Tek këto mund të shohësh ndonjë lëvizje, kryesisht të stafit, pasi për sa i përket klientëve në numër janë të papërfillshëm. Ka ndonjë shkëndij fare të vogël, kryesisht përgjatë fundjavave, por klientela me sa duket mbetet vetëm të shtunën dhe të dielën, por gjithmonë kur në qytet ka më të mirë, pasi rreshtet e shiut e falimentojnë biznesin edhe në fundjavë. Ndërkohë që klientët mungojnë, shpenzimet vijojnë të rriten, pavarësisht mungesës së fuqisë blerëse dhe konsumuese, detyrimet që ka çdo biznes nuk dalen në vend. Tarifat, taksat, detyrimet tatimore, pagat, sigurime shoqërore, faturat e dritave dhe të ujit, vetëm në rritje sipër. Kjo situatë sigurisht që e penalizon biznesin, duke çuar shumë prej tyre edhe drejt falimentit, ndërkohë që fitimet nuk nxiren, faturat fluturojnë, duke bërë të pamundur mbijetesën me vetëm 40 ditë punë. Shpesh janë bizneset e qytetit ata të cilët reklamojnë zhvillimin e sektorit të turizmit, madje reklamojnë me të madhe ecurinë e këtij sektori, por edhe zhvillimin e tij, ndërkohë që reklamim të madh i bëhet edhe arritjes së qëllimit të turizmit gjithvjetor. Kjo situatë duhet të shërbejë si një këmban alarmi edhe për vetë biznesin, për reagim të tyre. Turizmi gjithvjetor në Vlorë vjon të mbetet një ëndër. Në qytet, përgjatë vjeshtës dhe dimrit, nuk ka më njerëz dhe jo më pushues. Nga qyteti, në dimër dhe vjesht, ka nisur të largohen edhe vetë vlonjatët.